Kryetar, sot po shënojmë për vjetorin ditëlindjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas juve, cilat janë raportet momentale të Kosovës me shtetin afërshëm botë? Me që këtë pyetje do të m'ja bo kryeministrit, jo mu. Aja që unë e vlerësoj është respekti ndaj qeverisë amerikane, ndaj popullit amerikan do të jetë e përhershme. Ndi që sidomos pjesëtarët e UÇK-s e dinë mas mirë të çfarë do të thonë dikush me ardhë me të ndihmu atë kur nashta ke pas shumë pak shpresë. A ki me jetu dhe a do të jeton në popullit ajo. Po ashtu do të komentu fotot ka kalun ka ekspozita, çka të kujtojsh këto foto reale? Pa gjithçka, të jam i sinqert, domthonë pej aty në djemve të ri, domthonë që ishin luftë e tash e sheh këtë ndryshe, domthonë për mua ka interesant sidomos të fotografi tanë që i posh që ma këthy në memorien pak nga mrapa.